Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Edhe pak derisa të ikim në pushime në Shqipëri. Unë jam bërë gati, jam bërë gati që e vura kapsulën në këtu tani se përbëj një kafe të dytë, sepse kemi një takim të spitali në Roelin për syt. Ka një 6 muaj që është të vendosur si datë sot, kështu që do shkojmë. Edhe të mbarojmë punë, shikojmë se çfarë do na thonë. Pastaj nesër kemi dentistin, por është vetëm gjysmëore në këmbë dhe 20 minuta me autobus, kështu që të shkojmë në këmbë, se gjithsesi rruga është me hije, paktën gjysma që e di. Edhe o zote ma si bëjnë. Edhe do pi kafen akoma, pastaj do ikim. Ju kam marrë dhe ca snacks ushqime, se më duket se do rrim 1-2 orë aty. Edhe kështu. Është pak stresuese, sepse normalisht spital është. Por që shpresojmë që tjetë çdo gjë në rregull, edhe çdo gjë të shkojë sa më mirë. Po ulem të pi kafen tani. Kam larë një 2 lavatriçe për sot, kam larë banjot, kam bërë gjitha punët, kam gatuar, edhe jam gati që të ikim. Hangra dhe ca Ferrero. Gabim bërë, apo si duket stresi, lodhja, gjumi, gjitha bashk. Por anyway, ika. Të pi kafen time, se këta janë bisha. I'm gonna get eye. Oh, ça va. Oh, ça va. So, unë kam shkruar emrin, edhe Rejti ka krijuar perëndimin të emrit mamit. Bukurash. O Bukurash. Okay. So cool. And I drew it. Nuk e di po kam bërë hyrje. Ka që është memoria ime, do me thënë është ora 2:30 dhe nuk e di po kam bërë hyrje në orën 9:30 sot. Imagjinoni tot, tani jemi kthyer ne, edhe se dia e kam thënë në një video tjetër, apo nuk ja kem thënë në një shoqje, ato videot që shikoj kur ke paketuar që do shkosh me pushime, edhe në fund ngelesh duke dalë jashtë me rrobat e vitit të ri. Ashtu ndjen unë tani, aq qersa e kam veshur këtë fustanin që është i gjatë deri në fund këmbëve, kam pas marrë tek HM-ja. Thjesht lahet pahet shpejt, dhe nga që jam duke larë e palosur sistemuar rrobat, e kuptuat do me thënë, me pak fjalë. Tani, do bëj një kafe, ishim te dentisti, edhe për Alinin dhe Roelin, edhe kemi dhe shoqen Alinës këtu, është duke lozur me Alinën. Një sekund. Ha, mami! Sa shpejt e bërë, mo. Wow! Shumë e bukur. Po ke lartë balkoni lartë? I did in the back. I did can you see the driver? And then I did. Lullet që ka gjyshe. Po këte janë është që ka fejmë. Portokalle këto. I didn't really want to. Okay. That's okay. And it looks like I've had after
Yeah, tidy up first, edhe ta shikojmë pastaj. Tani unë dua të bëj një ice latte, sepse kam shumë të nevojshme. Shkova që të bëja seancën e lazerit, që presupozohet të jetë e fundit, por që nuk janë bërë 6 javë akoma dhe këta nuk ma bëjnë. Wow! Can I keep baby's clothes? And she keeps mine. I don't believe so. No, because I would be able to give it back before you go to Albania. Yeah. It's okay, she can give it when I come from. And I Yeah, can but you give take it it to to the you. wedding, to the airport. Yeah. Oh yeah, I forgot. Well, you can wear other clothes, but anyways, you can play today and you don't really need to keep Mom. each other's clothes. Or when we come back then, we're gonna have play dates again when we come back from holidays. Okay? O, sot e madh. Po qante kur erdhi me ne, sa e solli papi vet atje. Edhe sa herë do më ndërprisni. Merë. Me që ke vizatuar. Po kur të thot, dëgjoj, come back. Kur të them ta fikësh, Yeah. po. E solli papi vet atje. Edhe po qante, i thoshta do të vish në shtëpi me mua, thoshte jo, se donte të vinte me Alinën, po nejse. Është sa iku, pastaj i qova foto mamit vet që është duke qeshur dhe po se i qova te McDonald's që të hanë. Ne ishim te dentisti, mbaruam punë, ishim te libraria, dorëzuam gjithë librat që na kishin ngelur. Ju mora ca fletat bardha, ca lapsa që po ngjyros Roeli tani, që mund t'i marrte me vete ose rrugës, po që edhe na kishin mbaruar këtu. Ju mora nga një lëpirse të Flying Tiger edhe kaq. Te dentisti Alina ka për të bërë se s'bën 2 mbushje, ja kam parë 2 vrimat. Edhe po i thoja edhe asaj që Alina nuk është se ka shumë qef ëmbëlsirat, por është një njeri që ha snacks gjithkohën. Është gjithkohën duke ngrënë dhe kam frikë mos kjo e ndikon. Mendoj, nuk e di. Kurse Roelin më tha që do nëse kemi dëshirë që të shkojmë ta shikojmë për dhëmbin e parë, që i ka dalë nga brenda sepse nuk dëgjonte të hiqte këtë që ka lart. Të vjetrin deri në sekondin e fundit që i ra vet, domethënë. Edhe mund ta shikojmë, të vendosim një tel vetëm tek ajo pjesa. Nuk e di, por kështu tha. Kështu që ne kemi ardhur në shtëpi, kam pushuar çap pushimi, po u relaksova, u freskova pak. Thjesht po qetësohesha aty në divan, sepse ishte edhe shumë vah. Edhe të bëj një kafe dhe me shumë mundësi të dal ta pi aty në balkon, sepse nuk kam shumë dëshirë, nuk kam ndonjë gjë për të bërë kështu. Kush e di se çfarë, përveç gjërave të zakonshme, gatim, larje, shplarje. Edhe dua të mbaroj atë librin e Colin Hoover që kam nisur, se nuk dua të marr një përgjysmë kur të shkoj atje. Kam zgjedhur 1-2 që të marr me vete. Që nuk e di sa do i lexoj, por shpresoj. Anyway, të bëjmë kafen tani. Do të bëj me qumë është ftohtë, se është ftohtë. Dhe ka shumë të mirë ky ekspresi që bën edhe të ngrohtë edhe të ftohtë atë shkumën. Do nxjerr dhe pak akull. Ju kam marrë dhe ca akullore, ju kam marrë dhe misra që t'i ziej, kërpoa noodles, imagjino çfarë pëlqejnë. Edhe do vendos misra të zihen. Edhe doja t'ju thoja, më është bërë kjo puna e ushqimit shumë stres. Duket sikur kam dështuar në këtë pjesë, domethënë që nuk han çdo gjë. Jo vetëm çdo gjë, po janë bërë shumë nazeli, shumë.
nuk e di, mbase është gjithë lodhja e vitit edhe për mua, edhe as të mendoj nuk kam nerva, domethënë, por se di, duhet thjesht ta vendos që t'ju them, kjo është sonte për darkë, nëse nuk e doni, shkoni të flini gjumë. Edhe nuk e di. In 1 minute. I don't know. I don't think so. Have you learned AD how to do that? 0 minutes. Found it. Jemi shumë herë. Na doli shpirti. Oh, look at puzzle. Kam gjerë flokët. Sa po lexoja komentet tek video e më përpashme për flokët e kuqe dhe nuk e di domethënë. Unë nuk e kam për natyrë që t'i marr për shembull këshillat ose sugjerimet, sepse dhe flokët e kuqe unë me sugjerim i kam blyer nga shoqja ime. Paluket i kam prerë me sugjerim nga shoqja ime, kështu që nuk e kam problem që të pranoj sugjerime dhe kur mua më ngjit e mbaj. Është vuajtje t'i lash flokët e kuqe, është, por është një nga personazhet që më duket se më ka shumë qef përderisa më ndjek në çdo video. Është i njëjti person që komenton që i ke video boring, edhe s'mbaj mend shumë të tjera, se po ta klikosh te emri të dalin gjithë komentet që bën tek kanali jot. Por që ka my name, ca numra ose shkronja nuk e di, edhe ka një foto të zezë, pa foto domethënë. Që më kishte thënë në 2026 nuk i lyen njeri më flokët e kuqe dhe duke shumë keq. O, sot i madh. Dhe si që kam kthyer komentin, unë nuk i lyej flokët që të pëlqej ty apo t'i pëlqejnë kujdo personi tjetër, flokët i lyej që të më pëlqejnë mua, e para. E dyta, nuk e dija që ka vit për ngjyra flokësh, se për shembull ka njerëz që i kanë flokët bjonde gjithë jetën, ka njerëz që i kanë flokët gështenj gjithë jetën, ka njerëz që i kanë flokët me fije që prej 2010-s. Kështu që ti mund ta kesh për ato trendet, se të kuptohemi, por unë nuk jam person që ndjek trendet, unë ndjek atë që dua unë, që më pëlqen mua dhe që unë ndihem mirë me të, dhe për momentin ndihem shumë mirë me flokët e kuqe. Për ndryshe do t'i kisha errësuar, për shembull, se ti errësoj nuk është kaq e vështirë. Por pastaj po ti errësoj, është e vështirë të heqësh ngjyrën e errët, sepse unë nuk dua që të bëj dekolor në parukeri. Nëse e heq, dua ta heq vetë dal nga dal, siç kam hequr edhe gjithë ngjyrat e tjera që ka ardhur floku duke u rritur dhe duke e prerë vazhdimisht. Nejse, po nga që po ktheja komente tani, thashe dhe t'ju thoja, ju a kam treguar, thojnë, qikoni sa bukur, sa i shkoj njerë ngjyrës kuqe këto, thojnë, kështu. Nejse, nuk kam filmuar dje fare, dje kemi quar valigjen e madhe, tek një kështu që bëjnë transport mallrash nga Anglia Shqipëri. Nuk ishte me atë që çonim gjithmonë, sepse ata kishin marrë pushimet. Ishte një tjetër që nga Instagrami e pash, edhe e quam valigjen e madhe atje, edhe na iku paka shumë qitita, domethënë, kam paketuar shumicën e gjërave atje, sepse biletat i kam prerë vetëm me çanta shpine, me unë, Reli dhe Alina, edhe kanë ngelur gjëra prapë, se mbushen sa është çanta e shpinës, por që nuk e di kur do
Këtë për shembull e kam një gjë që dua të punoj dhe ta rregulloj, sepse marr shumë gjëra të cilat nuk është që i përdor, por prap them pastaj janë pothuajse 4 javë dhe freskohet koha në darkë, jo një gjë për të dalë, jo një kështu, jo një sandale, jo atlete, jo edhe them haj duhet dhe kjo, pastaj më vjen gjunat lë për shembull rroba të verës, Alinës e Rolicës nuk i bëjnë më, nëse nuk i veshin këtë verë nuk i bien më, po ashtu dhe sandalet. Edhe i kam marr të gjitha. Por që është okay, e hoqa dhe atë gjë se e kisha shumë kështu thjesht si një gjë për ta hequr qafe, domethënë. Edhe po vazhdoj të laj qërqafë, batania, gjëra. Dua të heq këto klëfët që kanë jastikët e divanit, sa të mbaroj një lavatriçe tani që t'i laj. Edhe se sot është e diel, çavaçulat ikën tek paddling pool me Erionin. Edhe unë të shkoja se kam edhe punë për të bërë, edhe më ka ardhur këtu ajo paddling pool. Edhe doja të rria pak qetësi, se realisht që kur kam mbaruar shkolla, nuk e di domethënë. Sot që kemi shëndetin edhe gjithat mirat e botës, por është e lodhshme ti mbash pa parë televizor, se kjo është e gjithë lufta ime, sa ata çojnë në 6:30. E nëse të shohin televizor në 6:30 deri në 8:30 për shembull është jo shumë, është shumë fare dhe i bie që të kaloj gjithë ta konsumojnë kohën e televizorit që në mëngjes, domethënë. Pastaj që do bëjnë ka ora 8:30, kështu që mundohem t'i lej dhe i lej pastaj nga ora 9, i lej që të shikojnë se të shohin se është dita e gjatë. Tani është ora 2 dhe unë kam bërë kafen e dytë, mbarova dhe hekurosjen, hekurin që kisha për të bërë, rrobat, edhe thjesht do pastroj, do sistemoj shtëpinë, por nuk kam ndonjë gjë për të bërë dhe nesër që është e hënë. Që kanë goxhat vështira për t'i hequr, sepse është spongjeri fort. Si t'ja bëjo me këto tani, sepse dohet që t'i laj. Sot e marrë tani, do i bie me një peshqir kësaj këtu edhe do i bie me fshes korrenti. Edhe të vendos një batanie si për jastikve. Batanie që e lava.